Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot dua të ndaj me ju recetën e llokumeve me lule shtrydhe. Nuk e keni idenë sa lehtë përgatiten, ka një aromë dhe një shije fantastike. Në një enë do shtojmë 400 gram lule shtrydhe, të cilat i lajm shumë mirë. Një gotë vogël me ujë dhe 2 lugë sheqer, kjo është sipas dëshirës, nëse nuk dëshironi sheqer të shtuar, mund t'i përgatisni pa sheqer. Do t'i frulojmë kështu si në rastin tim, ose mund t'i vendosni në blender, në çfarë do lloj blenderi që ju gjendet në shtëpi. Pasi masa është gati, do t'a kullojmë me kujdes, kështu si shihni në video. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Masën e kemi gati, e vendosim në një tigan ose në një tenxhere, varet se sa shumë do përgatisni, dhe do shtojmë 2-3 lugë niseshte. Do t'i përziejmë me kujdes në zjarr të ngadalt, këtu do ju nevojitet një tel kuzhine dhe e përziejmë vazhdimisht, nuk duhet ta ndërprisni përzierjen, në zjarr të ngadalt, dhe do shihni që gjatë përzierjes do të ndryshojë ngjyrë derisa të bëhet e pastër, kështu si po shihni në video. Në këtë pikë masa është gati. Nëse dëshironi, ju mund të shtoni dhe fruta të thata për ta bërë akoma dhe më të pasur dhe më të shijshme. Unë i përgatita thjesht siç janë. Në formën që do ta vendosim, duhet ta lyeni pak me ujë ose me vaj lule dielli, në mënyrë që të mos ju ngjisë. Do ta hapim mirë, me kujdes, dhe do ta lëmë në frigorifer derisa të mpikset. Mund t'ju marrë 2-3 orë, varet nga temperatura që keni vendosur frigoriferin, dhe pasi mpikset, do ta kthejmë përmbys, do ta presim, mund ta prisni sipas dëshirës, unë zgjodha format më të thjeshta dhe është gati. Unë kam shtuar edhe arr kokosi, mund t'i pudrosni ose edhe me sheqer pluhur, por ju sugjeroj me arr kokosi nëse e preferoni, pasi i jep shije akoma më të mirë. Siç e shihni, shikoni pak sa lehtë ndahen, janë bërë vërtet shumë fantastike. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Janë fantastike për të shoqëruar kafen e pasdites ose të mëngjesit, por edhe për fëmijët. Nëse ju pëlqen kjo video, mos harroni like.